Skenari për shkallëzimit të luftës është gati. Një zyrtar i lartë ushtarak iranian ka paralajmëruar se mund të zhvillohet një konflikt i ri me Shtetet e Bashkuara, pasi ish presidenti amerikan Donald Trump refuzoi propozimin më të fundit të paqes të paraqitur nga Teherani. Provat kanë treguar se Shtetet e Bashkuara nuk janë të përkushtuara ndaj asnjë premtimi apo marrëveshjeje, është shprehur generali Mohammad Jafar Asadi në deklarata të publikuara nga agjencitë shtetërore iraniane. Ai shtoi se janë planifikuar masa befasuese për armikun, për te imagjinatës së tyre, duke sinjalizuar një qasje më të ashpër në rast për shkallëzimi. Deklaratat vinë në një moment tensionesh të vazhdueshme mes dy vendeve, pavarësisht përpjekjeve të fundit për armpushim. Refuzimi i propozimit nga ana e Trump shihet nga zyrtarët iranianë si dëshmi e mungesës së besueshmërisë në dialogun me Washingtonin. Në të njëjtën kohë, mediat zyrtare dhe gjysmë zyrtare iraniane kanë riafirmuar një qëndrim të palëkundur lidhur me kontrollin e ngushticës së Hormuzit, një nga korridoret më të rëndësishme detare për tregtinë globale të energjisë. Ndërkohë janë zbardhur detaje nga propozimi i fundit iranian për arritjen e një marrëveshjeje paqe me Shtetet e Bashkuara. Sipas agjencisë Reuters, që citon një zyrtar të lartë iranian, plani i Teheranit përfshin 5 elemente kryesore: përfundimin e luftës me garanci që Izraeli dhe SBA nuk do të sulmojnë më Iranin, rihapjen e ngushticës së Hormuzit, heqjen e bllokadës amerikane, nisjen e bisedimeve për programin bërthamor në këmbim të heqjes së sanksioneve, si dhe njojje nga Washingtoni të drejtës së Iranit për pasurimin e uraniumit për qëllime paqësore, me kusht që Teherani të pranojë pezullimin e procesit. Nga ana tjetër, Donald Trump ka kërkuar në mënyrë të përsëritur rikthimin e plotë të lirisë së lundrimit në këtë ngushticë që nga shpallja e armpushimit në fillim të muajit të kaluar. Kjo kërkesë lidhet me rëndësinë strategjike të Hormuzit, përmes të cilit kalon një pjesë e konsiderueshme e furnizimeve globale me naftë. Megjithatë, autoritetet iraniane kanë bërë të qartë se ngushtica do të mbetet në mbikëqyrjen e Iranit, duke theksuar sovranitetin e tyre në zonë dhe duke lënë të hapur mundësinë e tensioneve të reja nëse kërkesat ndërkombëtare bien ndesh me interesat e tyre.